normale që kjo botë pas prova nuk te i kalohet. Nuk mund të shmidon në qosh me lindë dhe me vdek pas një gajle. Kjo botë më shumë e gajleve se e qefeve. E njëri kish shku në Stamboll, edhe Stambolli i bukur. Stamboll, qefi më i madh i Stambollit. Kështu me këtë filozofi kish shkuar. Si do të thonë ka mu kënaqësi. Me këto firma, dinat e 3 ditë. Kur ka shku atje, pak atje, as gjansën ka pa. Edhe kur ish këthi, kishtë thonë, Stambolli më i madh se qefi. A kupton, edhe ne tash, i kena do punë që nuk mundi me i realizu, edhe pas të i themi ata punët janë më të mëdha se ne. Dhe me thonë, la yukellifullah nafsan illa wus'aha. Ne duhet me marrë obligim, ma atë sa kemi mundësi. Ne mirëme, shethale, inderuar, ne mirëme me punë të huja. Jam të folë nivel të popullit. A hajmë bukën tonë, e mbajnë nga e linë tjetëri. Ma shumë me Ukrajinën mirëme, se sa me fëmijët e tonë. Pasha Allah. Ose me oborin tonë. Ne për shembull mirë me kuedi, me Amerikën, ne ma shumë stresohemi, mërzitemi kur humb një ekipe jona e futbollit, se sa kur merr një djalë eme dhe vajza ime. Vallahi. Ose nëse ndodh një problem ma hall, neve ndërsa nuk na bën. Po nuk na intereson, unë nuk e lojen gjysëm, sa do të ndodh problemi jashtë. Këto janë problemi, se ne dituria u ka shtu, edukata u ka paksu. Ma herët dituri s'ka pas, ndoshta, mjaftueshëm, ma me edukat ka pas. Tërbije. Tash... Edhe o kon regull të gjëratat e para, se fillimisht e ka marrë tërbije, mësa ne ka marrë diturin. Po këtë edhe tash me ka, land ka tërbijes, për shemë arsim qytetar, etika religion, për këta land bukura shumë mira. Po këta lanë shumë bukra, po këtë varët ta si kena me i perceptu sa kena me mësu, po edhe nëse i mësojmë, sa kena me realizu mësimet.